ti sta sopra e ti sotto. Alla notte no. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifricio. Alla notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un ecchio. Alla notte no. Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore. Alla notte no. Parli sempre e soltanto delle cose importanti. Alla notte no. E ti perdi la stima se non trovi la rima. Alla notte no. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Alla notte no. Che stress di giorno. Alla notte no. Stress di giorno. Alla notte no. Di giorno. Alla notte no. Di giorno. Alla notte no. Ishit edhe dje? Dhe par dje. Dje ju pash, par dje jo. Do vi edhe nesër. Vërtet? Po pas nesër? Çdo ditë këtu do më gjesh në të njëjtën orë. Nuk më thoni, përse keni vendosur të më dilni përpara syve çdo ditë? Dua të ndjej aromën. Aromën? Aromën e ujit, të sapunit, të pudrës. Ta dish që kur ju pudroseni këtu, ajo ngjitet, shpërndahet në parajër, e mbush rrugicën plot, kurse unë rrie vështroj erët e pudrës që bën të bardha por kur përshkohen nga rrezet e diellit. Ja se përse vi keni. Jo vetëm për këtë. Ka ndonjë arsye tjetër? Nesër do të sjell një tuftë të madhe me trëndafila. Faleminderit. Trëndafila maj, trëndafila kapuçi themi ne. Sepse kanë petale të mëdha të ngjeshura fort pas njëra tjetrës që bëhen të veckël fare në mes. Me aromë? Me shumë aromë, ka një aromë kaq të fortë të bëjnë me dhimbje koke. Prandaj napolitanët i adhurojnë grave. Për t'i bërë me dhimbje koke? Jo. Kjo është një traditë e lashtë që ndjekin gratë në vendin tim. Gruaja që merr trëndafilat nga ai që dashuron, siç i merr të freskëta, i shprish, i vë petalet në një enë me ujë të ftohtë të brisk dhe e lë për gjithë natën enën në balkon. Të nesërme në mëngjes me ujin e ftohtë me aromë trëndafilash, lan fytyrën, lan shpatullat, lan shti do i zemra. Shti do i zemra, la. Po kjo tradit mund të diqet vetëm në pranverë kur qenin trëndafilat e malit. Sa poetike! Të gjithë poeti jeni ju italianët, ha? Ju nga jeni? Nga Albania. Nga Albania, managja qafati! Sa vënd i bukur që është. Keni qenë ndonjëherë? Unë jo, po një shoqja e tezës time ka qenë një herë ka bërë ca fotografi në jug, në Rivierë. Në Shqipëri duhet shkoja ushtar, pastaj ma ndryshuan. Po, ku e dinit ju se do t'i çonin pikërisht në Shqipëri? Sepse e kisha ëndër. Gjithmonë i thosha vetes, kur të shkoj ushtar do bëjmë copash që të më çojnë në Shqipëri, edhe do t'ja kisha dalë mbar sepse kisha një kushuri që ishte marrë. Po, më duhet të vi brenda. Nuk më vjen të rri edhe të flas me një të panjohur këtu në balkon. Atëherë, po iki. Doni t'i ikni? A më thatë që nuk ju vjen për barë të flisni me një të panjohur këtu në balkon? Këtu, jo. Po ku? Brenda. Nuk doni t'y? Në shtëpi? Tek unë. Tek... Zbrisni 8 shkallë, hyni në korridor, dera e parë majtas, mos i bini zile se e hapun.
Qa kum ke? Hëne. Desha të ta sidhe në mëngjesat të tufën me trëndafila? Si quesh? Antonio, jemi me 10 maj, për 34 ditë kam ditë në emrit. Urime. Faleminderit. Paradhënie. Faleminderit. Hulo. Antonio, besoj se nuk I dhuron trëndafila çdo gruaje që të del përpara, apo jo? Pa, vetëm ty. Antonio, kam nevoj. Vetëm nevoja më shtyn të bëj këtë që po bëj. Ke parati? Për të blerë trëndafila? Oh, po që trëndafila tani dhe ti. Ti përse do të mi dhurosh trëndafilat? Që të më vardisësh, apo jo? Përse I vardiset buri gruas që ta qoj në shtratë? Atere, I bjem shkurt, shkojmë në shtratë dhe më jep ca para. Oh, Antonio, më falë. Oh, u tregova brutale. Nuk duhet të flisja me këtë gjuhë, po jam në një gjendje të tmerrshme, Antonio. Parat më nevojiten. Nuk jam prostituta, nuk mere me këtë zanat. Antonio, ti je I pari që... Si je virgjëresh? E zeza larg qoftë. Je I pari pas burrit tim, po problemet e mia nuk kanë që të duen. Hajde pra, Antonio, ji zemërgjër. Më jep ca para. Po paka shumë sa. Po, tani, ku ta di unë, më kanë thënë 100.000 lireta. Në rrugën Roma, po këtu jemi tek kristalinët. Po, Antonio, je I pari. Sigurisht që është një fat që nuk më qëllon çdo ditë. 100.000 kam. Zhvishu. Zhvishu ti përpara. Vetëm rob dishanin më duhet që të heq. Ke dëshirë? Sa e bukur je. Shpejt, ne ta bëjmë shpejt, nuk duhet të mendosh. Sa të I gjaketën, të I dhe kravatën të zbërthej edhe jakën. Jo! Kravatën jo? As gjaketën jo. Puna është se bën vap me gjithë robën. Po, mund të heqesh çfarë të duash, po pastaj. Pastaj? Pasi të më kesh dhënë parat. Pse nuk ke besim? Po, Antonio, të thash që nuk mere me këtë zanat. Më kanë thënë që parat jepen përpara dhe është më mirë, nuk mendon edhe ti kështu, më mirë për ty, më mirë për mua. Pastaj po ma hoqe këtë merak, Antonio, do t'regohem me dashur me ty. Dhe kur ti ikësh, pastaj pasi ta kemi kryer atë aktin poshtronjës për të dy, do të kemi iluzionin si kur u dashuruam vërtet, Antonio. Hec. Ku? Aty. Tu? E poshtër! Ndërsir, pise! Shpate, moj. Me poshtër se unë fataliteti, më I ndyr akoma fati. Do vritesh. Nuk munde më. Po përse, o zot, përse? Do vritesh! Sepse është era I ndyr e fatit, që mund të hyjë në shtëpinë tënde edhe ta fshinë në çast çdo shenjë lumturie. O, e kisha një burr, Antonio, të ri, të pashëm, të dashuruar. Era mbrëm, hyri në shtëpinë time dhe e mori. Shikoj. Çfarë po bën këtu? Nuk po bën më asgjë. Nuk mund të bëj më asgjë. Mbrëm mas një krize të qara që e kapi duke më treguar se nuk e shtynte dot më duke shtrydhur trut çdo mëngjes për të cajuar diçka për të ushqyer 3 krijesa tona, Antonio, 3. I pushoj zemra dhe mbaroj. Dhe ti më thua se çfarë po bën. Po bën atë që burrat e poshtër si ti. Ata që hedhin në rrugë ato kartmonedat 100.000 lireçe për të bler gratë e ndershme të emigrantëve të gjorë, në vend që t'i shtojnë dorë me bujarisë burrave të tyre, deshen që të bëj. Po bën babajnë e vdekur, po bën burrin e vdekur, po bën emigrantin e vdekur, po bën punëtorin e vdekur, po bën parazitin e vdekur, po bën asgjë nuk po bën.
U knaqe! Doma! Ke paguar, ke të drejtë të shpërblesh. Çfarë ke? Pranti? Shaka po bën ti? Ke frikë? Po ty nuk të tromin në pzarët, që të kalojnë në rrugë, të ngulin sytë edhe të akuzojnë për fatin e tyre. Shprek mund të kesh nga dikush që nuk mund të akuzoj për asgjë. Ma po çfarë do nga unë ti? Shi sa bukur më filloi dita, o zot, kush mi mori më kalova nga kristalinë. Moj grua se nuk ta di as emrin. Ç'pu kam unë me hallet e botës. Pa të filloj unë tregoj për hallet e mia përpara se të mbaroj, do më ke dalë mjekra, do më ke dalë. Ç'më duhen mua lypsarët? Akuza sy më sy, pa punësi kanë gjithë botën. Të lutem, ngushëllimet e mia më lër të shkoj. Dera është andej. Po 100.000 liretat? Janë këtu. Dhe tani janë atje. Dhe po pate kurajo, shkoj meri vetë. Si ta ketë shkruar Perëndia, veç me shëndet. Në djallë të shkosh trap. Ma qëku! Prit. Iku. Duhet pudër, kutia madhe e pudrës është në domën tuaj. Kush është? Hape! Kush jeni? Hape të qasë! Ta hap pa e ditur se kush jeni? Hape se jam ai më pashti. Emri? Mbi emri? Identiteti, ai më pashmi nuk do të thot asgjë. Pse ju e hapni portën vetëm kur keni për të marrë 100.000 lireta. Kur duhet t'i ktheni ato pyesni për emrin, mbi emrin, identiteti. Po e morët vesh se gjendja ime është e pashpres. Doni apo nuk doni ta kuptoni se po më ikën koka. Më vjen shumë keq për ju edhe bashkohem me hidhrimin tuaj, po pse do të humbasun 100.000 lireta? Bëre një vepër të mirë. Nuk më duket vetja aq pasanik sa për të dhënë 100.000 lireta për bamirësi. Po për të bërë atë hamshorin e ndyrë mund t'i shpenzoje. Të paktën më bënte mirë për shëndetin. Mirë. Ti e di mirë se ku janë 100.000 liretat. Po pate kurajo, shkoj me rivet. I vdekuri është akoma i ngrohtë. Atëre pse nuk e fut ti dorën aty, ha? Me siguri ju nuk e dini ç'më ka ngjarë. Me 300.000 lireta unë e shty 3 ditë. 100.000 lireta mund të shpëtojnë një familje. Është lufta mes së mirës dhe të keqes. Fitoria mizore mbi të drejtët, e lakmisë së çfrenuar të dobësive mëkatare. E kuptoj, por... Do vi dita kur një rrezë dritë vërtetësie do ta çaj mbulesën e errësirës duke e bërë hije plur të gjitha ndërsitë që të rrethoj. E kuptoj, por... Është lufta mes së mirës dhe së keqes. Do vi dita kur një rrezë dritë vërtetësie. Kaq e pati. Kam prikë se do të vi prapaj. Po erdhi prap, do t'ja përplas terën në fytyrë, do t'a shtyjë të shkallët, edhe po u lëriti për të kërkuar ndihmë, do t'a marrë me duart e mia t'a shpije drejtë në urgjencë. Cilindri e bëri punën e vetë. I dashur Rodolfo, baballarët tanë, Po, gjyshërit tanë, po, stërgjyshët, po, paraardhësit tanë, po. edhe paraardhësit e tyre. Po, e kuptova, vazhdoni më tej. Duhet të them se kjo është një kapele që e ka kryer misionin e saj në shekuj. Po e kryen edhe sot e kësaj dite,
do vazhdoj të kryej në të ardhmen, madje edhe kur koha e energjisë atomike do t'jetë për njerëzimin një kujtim i larg. Si thoni ju, çfarë do jetë gjeje e parë që do çojmë në Mars? Cilindri? Jo, nuk fillohet nga cilindri, arrihet tek cilindri. Ati që jetë shpiku, kush e di se çfarë pritje i rezervoi mbreti i asaj kohe, kur ja paraqiti projekti. Madhëri, shikojeni këtë skicë. E ç'është kjo e rashkë? Jo, madhëri. Mos është tenxhere? Jo, madhëri. Do jetë minjerë Qëmërguri atëhere. Jeni shumë larg, madhëri. Ju e dini se mbretërit në të gjitha korat kanë qenë paksa të vonuar. Atëherë çfarë dreqënësh, mos më humb kohë. Madhëri bëhet fjalë për një kapele. Dhe mos jell mua, se ke marrë vesh që unë nuk merre me kapele, dirmëriash palaqë. Qetësohuni, madhëri. Kjo është një kapele që në çdo rast kush e di se si vjen puna mund t'ju shpëtoj fronin mbretëror. Pikë së pari, fuqinë e kësaj kapele mund ta kuptojnë vetëm njerëzit e shkolluar. Analfabetët jo vetëm që se kuptojnë, po se mbajnë dot as për një çast të vetëm. Këtë kapele cilindër, madhëri, do të mbajnë ministrat në ceremoni zyrtare, doktorët gjatë vizitave, dhe ndurrët krushqit në përdasmat e mëdha për të treguar se martesa është diçka serioze. Nuk do të ketë më duel pa cilindër. Varrimi i një njeriu të shquar, kur nuk ka njerëz me cilindër, për popullin nuk do jetë kurrë varrim i rëndësishëm. Ushtria e madhërisë suaj, me cilindër në kokë dy fishohet, i kalltatën armikut, e bën atë të marrë arratin. Do me thënë i dashur Rodolfo, kjo është një kapele e përjetshme, kapele çudi bërse. Çdo familje nevojtare duhet të ketë një të tillë të varur në gosht, gjithmonë gati. Unë për vete, e mbaj, e ruaj me fanatizëm, sepse më ka shpëtuar në sa raste, për Krishtlindje, për Pashkë, për shembull, nuk të kërkon bakshish postieri. Unë vë cilindrin kokë, edhe i them, s'kam të vogla o njeri mirë, hajde një herë tjetër. Edhe ai më përgjigjet, po s'u bëni merak, kësuar Pashkë, kësuar Krishtlindjet, ikën. Provo të thuash një gjë të tillë me një kapele do si do ose me një kapuç. Postieri jo vetëm që ikën turi i varur, pa të përshëndetur, po edhe të shanë mbare prapë në përdhënë. Po pse kur na vinte këtu pronari i shtëpisë për të marrë qerat, kështet e prapëmbetur. Cilindri na ka shpëtuar, apo si ishte një plak matuf, ignorant, analfabet, që edhe firmën e vinte me gisht. E se të gjithë njerëzit analfabete donte të billin me shkollë. Dhe e keqja ndodhi kur në vend të babait erdhi biri. Se kështu ndodh gjithmonë. Njerëzit e shkolluar dalin nga baballar analfabet, edhe analfabetët nga baballar të shkolluar. Po sidoqoftë, duhet të mbrohemi edhe nga njerëzit e shkolluar, sepse njerëzit. Sa u bën? 700.000. 700.000 kishin arritur që dje, sa që mund thash me vete, 700.000 lireta për 3 ditë nuk janë pak. E mbusha vetë kutin me pudër e ndrova ujnë. Shumë duhet kisha arritur 800.000. 100 i mori gruaja juaj sot në mëngjes. Përse? I desh. Çmendje. Po sigur të ti kish kërkuar të 700.000, do t'ja jepje ti? Se shta për një pagesë urgjente. Pagesë urgjente. Bettina! Urdhëro, mori mia! Dil njërë, dil! Gjithmonë me të njëjtin marifet më mban të fsheta. Kjo grua ose është budallaqk ose është armikja ime. Bettina! Çfarë ke i dashur? Ç'është kjo pagesë urgjente kështu? Cila? Shiko, mos mu përgjigj me pyetje që të fitosh kohën e dur për të më dhënë përgjigjen. Agosti, akoma ty kemi mbetur ne të dy? Jemi akoma në atë fazë sa duhet fitojmë kohë për të menduar përgjigjen që do t'japim. Po më bën si naive tash. Agosti, nuk po të marr vesh, e? Dhe kjo është e gjitha. Dhe dëgjoj këtu, nuk bëj si naive unë. Se po mora vesh se dhe ti bë naiven me mua,
Ka shtë më zërdora të thëjnë kokë të thëjnë. Ha, qëfar do të dish? Qëfar bëre me 100.000 liretat? Aha, lavdi zoti, tani e more vesh. Ti duhet humbush durimin, e dashur. Duhet të kuptosh një herë mirë, se unë, ti, po edhe këta fëmijë të gjorë, po numërojmë orët edhe qitë darkat për të grëmbulluar shumën që na duhet. Edhe 7 ditë kohë na beti, po fillove ti të lash borxhet, parat me njërën dorë na vinë, me tjetër na ikin. Po të nuk po më le të flasë. Pris, më lërë të mbaroj. Për të mos thënë që ata që u kemi borxhe nuk po ndihen tashma, nuk po na biznisin. Mjafton t'i përshkefin njeri, a ju a thot të tjerve hapet fjalla, edhe këtu mund shvillohet të rrethimi i Bastijës. Po nuk kam lar as një borxhe dhe më lër të flas. Herët në mëngjes erdhi Dona Fortunata. E me ajo që rrita apartamenti 17. Erdhi e lahtarisur sa më trëmbi dhe mua. Betina ime, më shpëto, më thënë, ju thamë të zoti shëndet më ndimoni. Ka 3 ditë që burri saj nuk shkon punë nga një dhimje dhe mballi që po e çmand. Thot se për plas karrige. Ka thyrë dhe këmbanin e qenjtë të shananës që mbani mi komo, dhe pastaj kur e kap ajo dhimja e fort, ka kapur mistrin dhe ka dashur të vras grua dhe fëmijë. Betina ime, ti ishte thjesht dhe mbalja iqja unë, ose ishte i vetë se ka aq kurajo, pa jo është një copë rënje ngullur, aq thellë, sa me zi duket një si pike zez nga jashtë. Deshi 30.000 lireta për ta quar tek dentisti, ka që është gjitha. Po më vjen, me të vërtet, po më vjen shumë keq për Mateo në gjorë, sepse dhimbja dhe ballës është e tmerrsh. Që të bëj atë jam baja? E mora vesh. Dhe si që shikon, nuk kam paguar asnjë kreditor, por i dhash borx. Aq më keq, sepse hapet fjala se ne japim para borx. Ata që u kemi borxhe vinë këtu na sulmojnë, vinë me mendje tjetër. Kush u del përpara? Më dini ju, vini cilindrin. Po shiro, që të më bëjnë 400 copash. Ky këtu është kosuri i 100.000 liretave, 61.000. Si? Ajo e 30.000 borx Fortunatës. 35. 5.000 për taksin. Po pse nuk hikte dot me këmbaj? Si, qfarë? Me atë dhimje dhe mballi që kishte ai? Po se te këmba e ka thëmballën. Po, nuk jam baja dot, edhe ato na kanë ndihmuar shpesher. Po mirë, e mora vesh, atëre këtu duhet jenë 65.000. Ju kam bërë një tavë me patate, me qep edhe me domate. Ti themi ati fortarit e kcepit me e pjekë, Prap, po përgjigjesh sa për të fituar kohë, se shlidhje ka tava me patate me 4.000 liretat. Po si ta bëj atë tavën me patate pa 4.000 lireta, ha? Ama që shmerem edhe unë me ty. Bëj mirë të shkoj. Atëre këtu janë 61.000. 100.000 kam unë. Dhe 600 i kam unë. Ku janë, ku i vure? Këtë e vëndi. Ashto, hap një syt! O, mos ki me rak, i numëroj 3-4 herë në ditë, ma dje para se të flej i numëroj dhe një herë. Ja ku janë? 100, 200, 300, 400, dhe 50, 500, 600, 700, dhe kusuri 761.000. Mike! Ordër do na Betina. Qfarë më bën? Asgjë. Në këtë rrugës këtë punë bëjnë të gjithë. Çfarë po bën? Mos rapor. Don Vicenzo në dyqan është. Po, edhe Dona Conceta aty është Dona Betina. Me se mund të shërbes? Favorin e zakonshëm. Te pizzeria? Jo. Te Don Orazio, te Kthesa Rrugicës. Pa me. Mere? Po? Dhe pas gjysmë orë shko ta marrësh. Si urdhëro. Në rregull. Edhe thuaj që do shkoj vetë ta falenderoj më vonë. Si urdhëro. E hoqëm edhe me rakun e drekës. Ju kam bledhë një sharqi të mirë. Parati numëruam. Për 3 ditë nuk jemi keq. Unë them që po të vazhdojmë me këtë ritëm mund t'ja arrijmë shumën që duhet brenda javës. Atë shpres kam, por nuk po kam zemër të vazhdoj më tej. Ti e dashur zonjë, që janë këta që thua, mos e humbë kurajon, ti ke treguar superioritet shkaftësie, ke treguar shpirt për artistit të madh. Edhe këtë ta them unë,
Ju e dini besoj që parasyve të mi, për 37 vjetë me radhë, kanë kaluar artistë të gjithë llojeve, gjithë kalibrave, që nga më i madhi deri te figuranti kryesor. Po, kemi të bëjmë me të panjohur, Don Agostino. Me njerëz që vinë me një qëllim të qartë. Me gjithë këtë perversitet që na rrethon. Mund ta qëllojë ndonjë manjak seksual, ndonjë kriminal. Përballesh me ato që heq dorë nga 100.000 liretat edhe ikën, po mund të ndodhe edhe me ato që të ngulthikën në shpinë. Po unë, pse jam unë këtu? Po unë? Ua ma se më shkrit gazit, sa të zbrisni ju nga shkallët edhe ti nga shtrati, pastaj, po lodhjen time, e merrni parasysh, ha? Jo, pa provojeni njerë të qani një të vdekur nga mëngjezi në darkë pa pushim, të sapuniseni, të shplahani me qëra fjalla më gjenit sa sapun pluhur pa erse. Ajo era e pudos mi sjell zorët e goja. 12 pa 10 ora, për gjysmë ore bëhet tava. Nga ora 1 qerek ulemi në tryez. Unë them të mos unë basim ko. Unë po shtrihem në shtratë ndërsa ti futi një të lartë. Po. Edhe pasi të ham drek, pushon mirë 2-3 orë, edhe nga 4:30 filloj edhe një herë tjetër me ujë, sapun, pudër. Se orët e masdites janë shumë e leverdi. Se orët e mbrëmjes, deri pas mesnate, ato mund sjellin surpriza të mëdha për këtë lloj lavazhi. U dashka të punojmë edhe mbrëmjeve tani edhe natën. Unë sonte do të shkojmë kinema. Shumë Rit. Shkon kinema. Sonte? Po i bëj unë ja 4-5 larje. Pa, se kemi nevojë të nxjerrim mallin e kohëve të shkuara. Rita, kam bler pak sapun pluhursh, pa erë dhe po shkoj ta martave në kotinë e pudrës. Faleminderit, Dona Bettina. Kishe bler dhe shalqi, apo jo? Ti, unë me ty po flas. Bleva ç'më dëshirë. Dhe nuk kam dëshirë ti përgjigjem pyetjeve të një maskaraj të dyrë si ti. Kaq kishe? Dhe unë budallaqja bëj sikur s'ka ndodhur asgjë. Kurse ti ma fut mbare prapë. Çfarë ka ndodhur? Dona Bettina. Jo, mos bëni sikur nuk ishi tu dhe nuk dëgjuat asgjë. Se e morët vesh për çfarë bëhet ja. U zëmërua se thash unë që të nxjerrim mallin e kohëve të shkuara tek. Të thua se i kam shehur në një gjë nga ato kohërat e shkuara. Thua se ai vet nuk është në dieni të gjithë fakteve të mia. Që ditën e parë që jemi jo. Më ka pyetur, çfarë bënja, çfarë thosha dhe si jetoja. Dhe pas gjithë këtyre viteve, më ngacmon e më torturon akoma për ditur që me sa burra kam shkuar në shtrat. Po pse duhet merremi me vogëlsira, pse duhet merremi? Pastaj kur burri pyet për një gjë të tillë, domethënë ka interes, ka dashuri. Edhe unë të kam thënë sa burra kam shkuar. Me 15 thot kjo. Po, atëherë? Po, ai nuk beson se nuk kalon shumë kohë dhe prapë më pyet. Me sa burra ke shkuar në shtrat? Po, sepse 15 më duket si një numër pak i besueshëm. Don Agostino, numrat janë të gjithë njësoj. Po, kur numëron ditët e javës, ose kur numëron shishet e verës në ark, por në këtë rast ndryshon puna, legje kjo nuk thot kur të njëjtin numër, se një herë arriti të më thot edhe 80. Të thash 80 se ma proren majtë hundës ma prore. Po ja, nuk të pyes ma, të betoj, nuk të pyes ma, edhe të premtoj, se po iku në botën tjetër i me shoqe, unë me ty do martohem. Hajde, të përqafohemi më në fund, edhe ti japi fut këti bua bet. Beti! Të presim sa të vdesja të shoqe, Dhe pasi ta ketë lërë shënden, me gjithë brirë që të ka dhënë. Atëherë të dëgjojon të më thua është të nxjerrim mallin e kohërave shkuara. Guak! Edhe dëgjoj. Më përmend edhe një herë që është një numër pak i besueshëm, këtë përgjigje ke për të marrë. 15. Më të 15, 50, 80, 100. Dhe uj sapun pudër. Don Agostino, mos ja prish një qefin. Dona Bettina, ju është bërë shoqe jetë, Don Agostino. Në rastin tuaj, si në 1000 raste të tilla, numri nuk ka kur farë rëndësie. Rodolfo, çfarë? Po tallësh ti? Si, ti po barazon 15 me 80? Përshëndetje, dashur Don Roberto. Oh, Arturo!
Bën këtej! Po, ne të po shkoja në gjykat thash të ndaloj Tiranën. Të banon të zejnë, po ju. Që ne në pikun e kësaj vape, jisni tërë të shkallë. Unë administroj pasuritë e familjes Deferante dhe mu lutën të shoh një pallat që kanë shite këtu në Lorën e San Gennaro. Është andej. A këtej? Faleminderit të tash. Po të mbarët. Gjithë të mira Arturo. Miro pafshim Arturo. Miro pafshim. Po bëni tualet kështu? Sa kurios që qënë kemi. Kjo do të thotë se tani gjeta kohën për të bërë tualet. Pastaj, se I cili e di vetë punën e vetë. Po në këto orë si punë? Ja që tani me erdi për të bërë tualet. Shiko. Po që qënë ke simpatike ti. Edhe unë kam shi, ta dish? Faleminderit. Si thua, do të bëjmë ndonjë gjë? Varet. Varet! E bukur ja. Varet. Po, kur mund t'ju vizitoj? Po kur ka lezet, çdo orë ditës është e mbarë. Që nge lezetshme, po m'pëlqen shumë. Tashi, shkurt, sa duhet ju jap? Po ju hyni njëherë dhe pastaj flasim për hesabet. Jo, unë them ta bëj njëherë hesabin, pastaj ti. Po mirë, atëherë më jepni 100.000 lireta. 100.000 lireta? Kaq pak? Po ti po e shkon vetën dëm, moj vajz. Po çfarë janë 100.000 lireta? Janë 2 vaktet mira, ëmbëlsirë, kafe. Po shko moj me lejen e punës, e fillo si pastruese njerë. Pastaj të marrësh vesh se si pështym gjakne për 1 liret vetme. Edhe me bëj prostitutën ti për 100.000 lireta këtu. Çfarë ka ndodhur? O, që kanë lutë menç to ekstra komunitarët e qelbër. S'ka nëj policë tu. Hapu! Cilindrin, ku e kam cilindrin? Po mos u sembroni ton Roberto, po janë gjëra që ndodhin. Jo, desha të tregoj çik bëndin asaj. Ashtu kemi mbritur në çkretët. Punja tjeta. Çfarë Shqipaniku? Më qeni mo cilindri se daj vetë. Valla faqojmë vetë. Çfarë cilindri, mor këtu duhet të rovolja. Kush është? Jam një burr gentil. Rini e qetë, mos u shqetësoni, mund të hapni. Ja kisha qëndruar në mes të shkallëve për të pushuar pak. Ndërkohë hapa gazetën dhe nisa të lexoj titujt. Po, nuk do të qe më mirë sikur të më ftosh të hyja brenda? Do t'ishte më mirë si për ty, ashtu edhe për mua. Ju hapët gazetën dhe nisët të lexonit tituj. Po, eksakt. Pastaj? Pastaj, me që e njohat zotërin që iku, se para se të ikte, po, më lërë të hyj brenda që ta tregoj vazhdimin. Po, jam vetëm në shtëpi. Po, unë prandaj duhet të hyj. Po, unë prandaj po ju pyes se çfarë doni. Atëherë, po të ta ketë qefi, unë jam gati të të jap 100.000 liretat që ai tjetëri nuk deshi të tjetë. Po që e ashtu. Atëherë nga të hyj? Zbrisni 8 shkallë, hyni në korridor, dera par majta, mos I bini zile se hapun. Atëherë mundem? Sigurisht. Ku është shtrati? Aty.
A këtu pas perde se mora vesh, një fole e mirë. Gjvishu. Po... A, nuk donë të gjvishesh? Jo, më duhet të shoh nëse kam mbyllur balkonin. Po lera hapur, nuk do na shoh atje brenda. Gjore të lëviz pak ajri. Në fakt, unë disha të... Apo. Tani të të jap dhe 100.000 liretat që ta mbledhi mendjen. Dhe po ti jesh e duruar dhe e dashur me mua, do të bëj një dhurat ekstra. Faleminderit. Na. Ajo, prit një herë. Iq më parë robë të shamrin. Na, zogu vogël I paske hak. Po, me këtë si t'ja bëjmë? Zgjoje dhe dëboje. Ta dëboj? Po të pak të nëzgjoje, të pres jashtë. Ta zgjoj? Po pse, ka gjumin të rëndë? Ata nuk e zgjon do të më njeri. Po pse, kush është ky njeri? E poshtër! Ndërsir pise! O, me poshtër se unë fataliteti! Më I ndyr akoma fati, nuk mund e ma, nuk mund. Që patë më, që të zuri? Po përse, o zot, përse? Nuk e shikon se që më ka zënë. Ai është burri im. Vdiq, mbrëm, sape, mëllësyt. Kushe më rio, nëna ime. Dhe unë kam nevoj për para që ta verros. Të shkry dhe ca borgje që më kalon. Jam e vetme. E vetme si hëna e zeza, burri. Ngushëllimet e mia, bia ime ty të ka marrosur dhimbje e madhe. Si ta bëjmë pranë të vdekurit. Me të njëjtin shtrat. Ajo nuk e bëj dot, do të më pinte të fikët. Jo, veç me shëndet, paq fat të mbar, ngushëllimet e mia, t'ju rojnë të afërmit. Pse I ke më letë vetëme? E zeza, burri. Më qokur të dhe. E zeza, burri që më gjeti. O, pse I ke më letë vetëme? O, të vetëm si hona e, fizika të vetëme, e zeza burro që më gjeti, o, e shkreta që më gjeti. Në fundit e di që ti ke të drejtë, ai as shikon, as dëgjon. E keqja do t'ishte sikur t'ishte në një vdekje e rreme, po këto janë raste shumë të rralla. Po ju do të doni të... Ajo nuk do të doja, unë dua. 100.000 lireta t'i dhash, e ata bëjmë shpejt dhe të ikun. Pranë të vdekurit? Nuk më bën përshtypje, jam dakord. Thash, jam dakord. Tani jam unë, ajo që nuk jam dakord. Ashtu? Po, ja... Këto 100.000 liret atja ku I keni, merrini edhe më lini të qetë, ju lutem. Aha, e kuptova. Në fillim ti pande se mund ta bëj. E tani që ndodhesh për para faktit, ke frikë se mos bën ndonjë sakrilegj dhe po mendon se këto 100.000 lireta mund t'i japi edhe dikush tjetër që trembet nga I vdekur dhe ja mbath. Nëse unë nuk kam frikë. Dhe që të ta heq këtë krizë ndërgjegje, mbi këto 100.000 lireta, po ve dhe 100.000 të tjera. Ja. O zogu vogël,
Unë nuk jam 15 vjeç. Dhe kur trokitën e dritarën e balkonit tënd, u mendova mirë dhe përderi se jam këtu, e kam një arsye serioze, shëndeti është shëndet. Që në shëndeti këtu? E tjerë edhe nuk i kupton disa gjëra, pastaj në fundit këto janë punët e mira. Dy s'ka se ç'të duhet. Atëherë, po vedhe 300.000 lireta të tjera, përsi. Pra po të jap 500.000 dhe e mbyllim këtë muhabet. Po, si mund të ndaj mendjen është ai aty. Pa i ka shkuar në parajs. Po ndoshta është më i pranishëm tani si i vdekur se sa kur ishte i gjallë në këtë shtëpi. Po që është i pranishëm, për këtë nuk kam asnjë dyshim. Pse edhe ju besoni në pavdekshmërinë e shpirtit? Pa dyshim. Atëre, ju lutem, më jepni kohë që ti drejtoj një lutje, por nuk vendosi ai, do të vendos vetë. Bravo. Se doni me të ai, tani është në botën e së vërtetës, kështu që hesapet mund i bëj shumë më mirë. Vetëm mund të largoheni një çik, nuk e di, nuk më vjen që ti lutem në pranin tuaj. Patjetër, se doni me të bini dakord. Unë pres. Ti di gjithçka edhe shikon gjithçka. Jam e sigurt për këtë. Ti di edhe pse vdiqe edhe në gjendje më ke lënë. Këtë e di edhe Shën Agostino. Një shenjë, të lutem. Më jep një shenjë të vullnetit tënd. Një minutë qetësi absolute do të thotë mohim. Një trokitje kam marrë ashtë të largëta, një fladere në këtë dhomë, një zhurë me pazakon, do t'jetë miratimi ytë për sakrificën time. Hajde pra. O shpirti shenjë! Të boje, do t'a vrasë. Ju thuaj që 500.000 liretat mund të bëhen 1 milion. More lejen. Do t'a bëjmë shpejt dhe të ik unë. Do t'a vrasë, të boje, po. Ju lutem, mos më torturoni më. Duke një njeri mirë. Ja shikoni, unë po qaj vërtet. Ju kërkoj ndjes. Ju lutem. Merrini ato para dhe më lini të qetë, ju lutem. Durim të madh pas keni, po mua më duket se kam ngulja ju është krejt pa vend. Ku doni të dini? Kjo grua është e tronditur. Po qanë, ju kërkoj ndjes, unë vetë ju kërkoj ndjes, çfarë doni më? Më falni zotëri, unë nuk e di se kush jeni dhe si quheni. Unë jam burri i kësaj gruaje dhe s'ka rëndësi fare si quhem. Bravo. Bravo. Dhe burri e nxjerr gruan e tij të bëjë një punë të tillë, duke u hequr si i vdekur dhe duke na u ringjallur kur ja dashka puna. Bravo. Bravo. E drejtë. Më falni zotëri, po pse nuk mendoni që jeta është kaq e vështirë sa që të vë përballë dilemave, ose të bësh si i vdekur ose të vdesësh vërtet. Ja more. Nuk degradon njeriu deri në këtë pikë. Kjo është shkelje e kodit penal. Malja, Erda! Kush është ky njeri? Po tjere, analfabet je? Kush unë? Sa për djenin tuaj kam mbaruar liceun dhe universitetin dhe kam 2 diploma. Erimi, më të gjoni, kjo është një shtëpi me qera fikse. Ne jemi këtu që para tërmeti.
Vetëm për vones pages, padroni na nxjerr në mes rrugës, zotri. Dhe ja arriti qëllimit, ngriti pa dije dhe gjyqi vendosi në favor të tij. 10 ditë kohë, ose të shlyejmë borxhet ose na nxjerr jashtë nga shtëpia dhe pa të drejtë apelimi. 3 milion lireta të prapambetura, zotri, e kuptoni? Ky është vendimi i gjykatës. Dhe ne kemi qenë gjithmonë të përpikt me pagesën mujore. Por me ngritjen e qeras, ju e kuptoni, zotri, në çfarë? Unë vetë personalisht ndjem kaq i poshtruar për para dyre këty të rive sa do doja ta rrab vetën time, ta rrab shkollën. Agostino, qetësoni, ne dim fare mirë që ato pak para që ju kemi dhënë çdo muaj kanë shërbyer thjesht sa për të ndezur zjarrin, edhe për një pjatë supë në ditë. Se ne vetëm për të pasur një ndihmë në fund të muajit, vjet ju a dham këtyre një dhomë me qira. Zotri, e kuptonin ç'gjë që jemi, zotri. Unë klandestin erdha në Itali për të ndjekur kursin për kamarier dhe pastaj për të zënë punë si kamarier në vagonat restorant. Konkursin e fitova, dola nga të parët, po vendin e punës nuk e kam gjetur akoma. Tani pranon çdo punë të rastit sa për të mbajtur furën gjallë. Po, jam kamarier shtesë. Në ditët e festave. Po, edhe për dasma. Edhe pjatalarës. Po, pjatalarës sezonal. Edhe ju pastaj flisni për shkelje të kodit penal pa i ditur fakte. Çfarë doni të dini më? Kam qenë në roje në teatrin Apollo për 37 vjet me radhë. Teatri i famshëm, po të kuptojmë, prap teatr. Edhe ja e shëmbën për ta bërë hotel, më nxorrën në asistencë, më flakën në rrugë. E çfarë më beti nga 37 vjet punë? Një revolje me mulli që e shita para një viti në Treg të Zi dhe kjo kapele cilindër që një presigjator e harroi në gabinën e tij. Me asistencën që marrun, me inflacion, me shtrejtimin e jetesës, me pushtetarët që sado u shkruan letra, kërkesa, kur nuk të përgjigjen. Jo jeni zotëri, duket sheshit që nuk jeni nevojtar. Madje Perëndia pas ka qenë zemërgjërme, ju e ka bekuar shtëpinë tuaj. Përballë kësaj pamje ka të dëshpëruar. Do thosha unë, po t'isha në vendit tuaj. Pse u dashka t'u arëndoj jetën këtyre fukareve të gjorë. Po e supozoj se më humbën ca para. 1 milion lireta mua as më prishin as më dreqin punë. Do thosha unë, po t'isha në vendit tuaj. Merrini këto para që kam lënë këtu në Tyres, pa që fat, ju në punë tuaj, ju në punë time. Do thosha unë, po t'isha në vendin tuaj. Edhe unë këtë do të doja të bëja, po nuk mundem. Nuk mundem. Gjendja ime është shumë e dëshpëruar se sa juaja. Unë jam një burrive që prej 20 muajsh, pas 30 vjetësh martese, gjatë të cilave Angjëllim solli në jetë 7 fëmijë dhe pati 12 dështime. Dhe për shkak të fizikut të saj të dobët, e gjora grua, në muajin e 5 të barës së fundit vdiq në lindje të parakoshme në sallën e operacionit. Për 12 muaj mbajt azin të fortë dhe 6 muaj më të lehtë, duke respektuar të gjitha rregullat, të gjitha ndalimet, përfshi dhe atë që një burr kur humbë gruan e ka për detyrë para Zotit ta respektojë. Dhe vetëm në 2 muaj më parë thirra rroba qepsin tim që të mori në vonë të garderobën, se në fund të fundit kisha të drejtë dhe unë të ndërprisja dhe zi dhe ndalimet. Të lë parat dhe të shkojnë? Për që janë 1 milion lireta për para jetës time. E kuptoni që jam nën kontrollin e mjekut që vazhdimisht më thotë që po nuk bëra jetën time të mëparshme, do të ikë në atë botë. Në këtë jetë kam njohur vetëm angjëllin tim. Edhe mund të them se pas asaj, kjo është e vetme grua që më pëlqen dhe që dëshiroj me të vërtetë. Ore, ku do të dalësh ti me këto? E di ti ku do të dalë unë. E di. E di gruaja jote që më joshin në balkon dhe që përpara me e bëri pazar me një burr tjetër. Ne më duket se ju a tham ishte thjesht një marifet. Po ne sikur ju a spjeguam, zotria. E bëjo zvesh, zonjë.
Vëzvesh. Dhe ti e di, më mirë se sa unë, se çdo të thot, të shohësh gruan tënde kur zvish. Të rrezikoj unë trombozën cerebrale për marifetin e bukur që bëni ju, jo të nderuar zotëri. Jo, nuk dua të vdes. Kam 7 fëmijë të gjithë të martuar dhe 12 nipër dhe mbesa. Dhe kur e mbledh familjen time bëhet një popull i tërë që më gëzon pa mas. Jeta ime është në dorën tuaj, ju lutem mos më vrisni. Atëherë, mbi ato 1 milion lireta, po ve dhe 2 milion lireta të tjera. Kështu që ju do të shlyeni detyrimet e prapambetura dhe do të qëndroni në këtë shtëpi, ndërsa unë në gjirin e familjes. 3 milion lireta. 3 milion lireta, zotëri? Po zonjë, 1 milion të thata dhe një çek prej 2 milionësh të tjera. Unë i vura një emër e firmosa dhe cili do nga ju mund të shkojë të tërheqë paratë. Pra, Don Agostino, Dona Bettina nuk po flisni? Shtë themi neve. Di, kjo është një punë shumë delikat. Sigurisht jeni ju ato që... Çfarë u çmendët të gjithë? Çfarë duhet vendos unë, E çfarë duhet të bëj? Apo të marr për dorë gruan time e t'ja çoj në shtrap atij, me dorën time? Çebalik! Maskarin të mallkuar! Don Agostino e mbylli, Dona Bettina e mbylli, pas të mënd, se Don Agostino e di fare mirë që 15 është një numër krejt pa vlerë. Edhe Dona Bettina e di që fillohet me 1-shin edhe vazhdohet pasaj qet me 80-ën. Të gjithë presin që ky trapi këtu të firmosi dekretin e Brinacit. Këprisni që ta nxjerr nga shtëpia, Po nuk e nxorë ty do ta nxjerr unë, edhe me kaftë të shanë 2 shpines. Dona Bettina! Don Agostino! Po ndodh aty? Nuk më ndodh asgjë, Agostin mbylla balkon shpejt. Jo, është mbyll. Përkundrazi. Hape 2 kanatës balkonit. Ja kështu. Edhe derën. Kjo histori nuk mund të mbyllet. E duhet të mbyllur. Është kollaj të tankosësh një grua të ndershme e ti vësh kryqin në shtëpinë një bashorti kur hapet fjala dhe nis trashëtemi. Hyni. Të shikoni këtë plak të çmendur që do të shkoj në shtrat me gruan time. Unë nuk hyra nga balkoni, po nga dera. Dhe më futi gruaja e këtij pasi më tha se sa kërkonte. Doni ti nxirrni punët tuaja në pazar, aq më keq për ju, mua as më ngro e as më fto. Mirë that, eni të shihni këtë plak të çmendur. Po, jam një i luajtur mensh. Ku ka qef, nuk ka qeder. Oferta ime deri tani ka arritur në 3 milion. Dhe që në këtë qast, jam gati ta ngrej në 5 milion lireta. 5 milion? Vi unë more për 2 milion, more! Hikmo! 5 milion? Bravo! Mua më quajnë Attilio Samueli dhe jam burr i ndershëm. Këtu kam një çek prej 2 milion liretash të tjera. Unë e firmos dhe ve mbi 3 milion liretat që janë mbi tryezë. Talun!
Kur ta keni vendosur? Më thoni. Ti që e ke pas më shpirë. Fitoj ai. Po pse ti doje të fitoje më trap? Sigurisht ai duhet fiton. Me fanfare dhe me fishek zjarre biles. Edhe kur të ketë fituar plotësisht, do na vërë edhe plakatën për kujtimore tek porta e kësaj shtëpie. Edhe vit për vit do ketë ceremoni rasti me fjalime edhe me kurora dafinash. Fjalimin e parë do të mbaj Don Agostino, me cilindër në kokë. Edhe kur banorët e rrugicës të shikojnë me cilindër në kokë, edhe me fletën e fjalimin në dorë, se do të keni shkruar atë fjalim. Se në të tilla raste nuk mund të flasësh kuturu. Banorët e rrugicës të sugjestionuar nga cilindri do të tuar trokasi shumë herë më fort se sa plakun e çmendur. Madje vëre që tani në kokë. Merreni, përdore gruan time dhe çoja në ati. Ndërkohë që unë po ty mos një cigare. Rita, te syrtari komodinës kam një gjysmë cigare, e lash që parë, ma sill pak të lutem. Çfarë dë? Gjysmën e cigares më parë se... Më parë se çfarë? Në rast se e ke vendosur unë do doja gjysmën e cigares më parë. Ja se që në qënka. Më duhet të vendosë unë. Po gabon, Rudolf. Gabove me mua, me Don Agostinon, me Dona Bettinën, me gjithë këta njerëz, ma di edhe me ata. Po, gabove edhe me plakun. Mbi atë tryez ka 5 milion lireta. I kam parë unë ndonjëherë 5 milion lireta të gjitha bashkë? Po ti i ke parë ndonjëherë po Don Agostino, po Dona Bettina? Ato 5 milion nuk do t'i mbushin në barkun gjithë këtyre njerëzve. Nëse duar trokasin e bëjnë për ta thënë, forca, merrini ato para, sikur nda qëllon të neve një fat i tillë. Ha, shikoj, me sytë gjithë të ngulur tek ajo tryez. Edhe sikur unë të vendosja t'i merri ato para. Do të kisha të drejtë edhe unë se... Shiko, Rodolf, thellë ndjej se mbas kësaj do të kthehem tek ti, po ajo, Rita e ndershme, e dashuruar. Po. Por nëse pas kësaj, të gjithë ju do të vazhdoni të keni të drejtë. E vetmja që do të ketë gabuar jam unë. Por gjykimin e tyre të betohem, nuk do ta çaja kokën fare, por faj që do të më ngarkoje ti, do të më fuste në dhe të gjallë. Nuk e asgjë për të më thënë? Përse nuk përgjigjesh? Nuk mundesh apo nuk do të përgjigjesh? Mirë. Po vendos vetë. Po shkoj të të marrë gjysmën e cigares. Beti, plaku nuk lëviz, nuk merr fërm fare, shparën duket serioze. Nuk lëviz plaku. Çfarë ka bëj? Kë nuk dëgjon. Po mos ka tekur. Se çodi të duket. Plaku nuk lëviz. Jo, e pas ka zon gjum. Po fle. Sotri.
Tava me patate. Ungrite. Kishen fantastike. E pa i dia unë. Të lutem, më bën një nder? Po. Kam shumë mete, do doja një gotë ujë. Është interesant, kam gojnë të hidhur, gjithmonë kështu më ndodh. E di gjithmonë kështu. Në qast? Çfarë gruhe që më nxorë mallin e angjëllit tim? Çfarë etje? Doni një gotë verë, 2 vezë të raura, dërgojmë Don Agostino në shtëpi. Jo, ç'ne, ndjehemi freskët si një trëndafil. Më fal, po sa kohë kam që flen? Një çerekore, 20 minuta kaq. Çerekore? Po pse sa është ora? 3:30. 3:30? Pas ka vajtur goxha, më duhet jam mbaf. Po pse pushoni pak? Po se duhet pushoj kur nuk ndjehemi lodhur. Të thashë ndjehemi freskët si një trëndafil. Mire ka mjeku kur thot që unë duhet të bëj jetën time të mëparshme. Kjo është kartë vizita ime, është edhe numri i telefonit, kështu që mund më telefonosh kur të duash. Unë jetoj vetëm, këtu e kupton edhe vetë që nuk mund të vim më. Keni shumë të drejtë. Më jep një puthje? Patjetër. Do të më telefonosh? Do t'ju telefonoj. Miropash. Miropash. Do në pas keni pritur këtu jashtë. E, do da ti do një autograf. Jemi një autograf. Ja japim padronit edhe na teprojnë për paradhënie. O zot, kush i ka parë ndonjëherë 2.761.000 lireta bashkë? Do të bëj një fustan, 2-3 palë puc. I ma qoku, do shkojmë ca ditë në Shqipëri. Në fakt, ju mund të merrni 761.000 lireta. Jo, Don Agostino, 2.761.000 lireta. Ham trek njerë, pastaj më voni bëjmë hesapet. Jo, pse më voni bëjmë tani? Jo, Don Agostino po thot që 761.000 lireta janë nga ditët e tjera dhe, ato ju takojnë, a? Shmua bet po bëni, Dona Bettina. Nuk e kemi paguar qëran e dhomës rregullisht që ditën që hymë në shtëpi? Unë se hariti puna deri këtu, fajin e ka Don Agostino që nuk ka bërë detyrën. E ka Don Agostino fajin? A i ka ndezur zjarin që në mëngjes? Në të njëjtën bark kemi qenë të katërt, apo jo? Po ne ta paguajmë qëran e dhomës 2 herë? Jo, është pak. Parat këtu janë. Paguhet ajo që duhet paguar dhe do të shtyjmë ashtu, si që kemi bërë deri tani. Ma po të filloj me roba, me fustan, me këpus, me takë. Rita e tha sa për të thënë atë. Po, sa për të thënë, se pastaj vesh pratët plado fustanet e shpifura, edhe këpus e shqyra. Ju keni plotësisht të drejtë. Mund të kërkoni edhe qumbësh të landyshe, se jeni e re, jeni e bukur, e si i thonë vjallës, vaniteti shkon me bukurin.
Po nuk mund të marrësh gjithë shumën e parave që është këtu. Se po të mos isha unë që shtyva orën edhe shkurtova qiririn. Po pse dha 5 milion Plaku, pse shkurtove qiririn edhe shtyve orën, zotrote? A i mund ka sharitur edhe në 10 milion, e po të desha unë edhe në 20 milion. Çka të bëj kjo, a i ishte Plak Matufi lajthitur. Po bota është plot me të lajthitur, Don Agostino. E nëse një vajzë si unë, dhe një lajmërim në gazet, kërkoj pleq të lajthitur milioner, këtu do të virin me qindra. Digjo, e di që bëjmë ham një herë, pastaj flasim për interesat. Unë nuk kam ori. Rita! Ama qepet i se më qave kokën. Kotile? Ja, këqullati, këntile. Plaku ju hodhi në tapet të gjithve. Rita, po ta? Qesme të thash. Plaku pagoj për atë që nuk mori, jo sepse a i shkurtoj qiririn, po sepse e zuri gjumi. Për ndryshe... Për ndryshe qfarë? Për ndryshe hiq. Ti do t'y mos e cigaren atje. Ato 5 milion do t'kishin hyrë, edhe do t'kishin bërë llogarin pas një dallim nga mënyra se që bëm tani. Kjo është e jotja, kjo është e imja. Vazhdoni t'i bëni. Dona Betina, nesër, dilni ju në balkon me uj sapun pudër, të shohim nëse do t'ju vinë milionat. Rita! Qepe të thash. Rri me këta 2 pisat, të bësh atë të vdekurin e rem se të shkon për shtatë. Ndalu, Rita, ndalu! Nuk më tramni, Don Agostino. Jam ignorante, por e kuptova se cilindrin e vërtet e ka Plaku i lajthitur. Rita! Don Agostino! Dona Betina, iku ajo! Rita! Rita! Capuzzo! Rita! Rita! Esti rëmëresh kënjitës, Florida më mitë Cile vajba si vëritë, Proteste të shapitë, Come canna finita, fino a quando scavi. Oh, non se lo capisco perché io cerco in un altro.